Historia jetës së Elionës ka prekur jo vetëm banorët e shtëpisë, por të gjithë ndjekësit e formatit Big Brother VIP Kosova. Ajo humbi nënën dhe motrën në një aksident, por akoma më dramatike është ajo që ka ndodhur familjes së Elionës dhe që ka sjell edhe divorcin e prindërve të saj më herët. Vetë Eliona ka treguar se kur ka qenë në klasë 2, shërbimi social në Gjermani e ka larguar nga prindrit dhe e ka dërguar te një familje gjermane për ta mbajtur. Aty Eliona ka jetuar për vitesh dhe më pas i është bashkuar edhe i vëllai. Ky rrëfim ka tronditur jo pak publikun dhe e pyetur për arsyet sepse shteti veproi në këtë mënyrë, ajo u shpreh se mami saj e ka marrë disa herë me vonesë nga shkolla dhe mësuesja ka parë që disa herë të tjera ajo ka shkuar pa bërë detyrat. Por pas kësaj deklarate ka reaguar menjëherë daja e Elionës, që ka akuzuar të mbesën se po gënjen publikisht dhe po mohon të gjitha sakrificat që ka bërë mamaja e saj. Daja e Elionës në një postim në rrjetet sociale ju kundërpërgjigj mbesës duke thënë: "Pse po gënjen kaq hapur Eliona? Këto që ke thënë nuk janë të vërteta. Trego të vërtetën që çojnë në ndarje familjen tuaj dhe ai është babai yt. Ti e di shumë mirë se sa keq është sjell ai me ju dhe me maman, dhe për shkak të dhunës në familje, shteti gjerman u detyrua të largojë ty nga shtëpia e më pas vllain tënd. Thuaj që kjo është e vërteta e jo që motra ime dhe mamaja jote nuk të mori në orar në shkollë. Ti e di shumë mirë se çfarë ka bërë ajo për familjen. Është turp që ti hedh balë me figurën e mamit. Ajo ka bërë të pamundurën për ju, ndërkohë që nuk thua asnjë fjali për shkaktarin e shkatërimit të familjes. E dashur Eliona, ti ose duhet të tregosh të vërtetën, ose duhet të heshtësh, se të gënjesh për një nën heroin që ka bërë aq shumë për ju, është turp."